duke jetuar në Gjako, mua më pëlqen shumë mikpritja. Mikpritja? Po. A keni pas të vështirë ambientimin këto, për shembull duke e parë që edhe kultura, traditat, ushqime, gjithçka është kompletisht ndryshe. Si e keni gjetë veten? Po, edhe pse unë kam jetuar në kryeqytetin, kam pasur punë me udhëtuar nëpër botë të ndryshme. Për shembull Vietnam, edhe Thailand. Pra keni qenë gjithmonë njëri eksplorues, keni pra duke vizituar në atë vend të vështirë, kam pasur shans me adaptu në gjendjen e vështirë, edhe me njerëz të ndryshme, prandaj për mua s'ka pasur problem, vështirësi me jetu në Gjako. Kur keni ardhur këtu, çka ka bërë më shumë të përshtypja? Të kultura ose të njerëz, të mënyra se si sillen, se për shembull kam pak njohuri rreth kulturës edhe traditave në Kore, dhe më pëlqen shumë mënyra se si njerëzit të respektojnë edhe se si komunikojnë me njëri tjetrin. Po në fillim, jo vetëm në fillim, duke jetuar në Gjako, mua më pëlqen shumë mikpritja. Mikpritja? Po. Ajo ishte një gjë kryesore që na ka bërë të, si ta them, vullnet ose zemër me jetu në këtë vend.